Në tregun e rrobave të përdorura, çdo veshje përmban një histori, e për disa njerëz të tjerë, ky nuk është vetëm një treg, por është një mënyrë jetese. Sa vite ke dishi shef? Bon, 10 vjeta diçka e tillë. A ka rënë shitjet? Si është puna? Shitjet kanë gati gjysë për gjysë. Më përpara se të ishe këtu tregtar për rrobat e përdorura, çfarë punë bëje? Unë kam 24 vjet që jetoj në Angli. Shtetas jam me të gjitha drejta. Atje biznes kam pas. Vetëm 4 vjet që kam punuar për shembull për një firmë, pastaj kam dalë i vetë konsum quhet atje. Ndërtim. Po. Edhe shumë mirë. Veglat i kam pas çdo gjë, klientele çdo gjë. Dhe pastaj zgjodhe të vije këtu. Po. Po kishte një farë shpresë në atë kohë. Kishte një farë shpresë se kur gjonat po merrshin pak, një farë optimizmi se po ndryshoshin për mirë gjonat. U duk sikur po bëjmë një farë shteti, një farë shpresë që edhe ne do parafrohemi me standardet e Evropës e kështu. Menom që tani mund të bëhet i jetueshëm ky vend. Edhe erdhëm me një optimizëm se të riadhesohemi, si më thonë. Menom që këtu edhe klima më e mirë, edhe njerëzit çake fare fisk këtu. Mirë po prapë erdhi vetëm duke u përkeqësuar. Ka sidomos mas Covidit. Ka ardhur çdo vit edhe me 20% rënje nga viti në vit. Me fjalë, nga mas Covidit deri tani jemi 50% rënje në shitje çdo gjë. Mirë po edhe popullsia gati është përgjysmë. E mendoj që ti kesh prapë në Angli? Po e konsideroj seriozisht. Tani po ikin njerëzit pa pas asnjë lloj drejte. As dokumenta, as leje qëndrimi, as bazë. Unë atje çdo gjë kam gati, për shembull, nuk jam për shembull, unë po shkoj në vend tim, si më thon. Atje kur kam jetuar më shumë se në Shqipëri. Unë 17 vjet kam jetuar këtu, e 24 atje. Unë kam shumë më thjesht atje di si funksionon, atje. Si më thon, ke kuan kohësh, atje gjen drejtën tate. Këtu mos zon belaja me shtet, me drejtësie, me spitale, me gjona, se këtu duhet kesh lek të madh me qa. Kjo është një gjë që e di çdo shqiptar. Ka kupton? Tu pes duhet më lut Zoti ta Zot, mos na zojnë bela. Se s'ja del dot. Pa kupton? Kjo është ajo. Edhe unë nuk i fajsoj të rit që po ikin. Unë jam familjar për shembull me fëmijë, me pleq, i kam këtu me vëllezër, me ashtu. Edhe po e konsideroj me u kthy shpinën gjithë këtyre njerëzve që njerëzve dashur, si më thon, e në me hi. Pse se tani një herë jetohet jeta. Del nga shtëpia, stres në trafik, stres këtu, stres aty, çmimet shtrenjtë, konsum s'ka, shitje s'ka. Dhe prandaj mendon. Një herë je në këtë moshë ke mundësi me kontribu të punosh edhe vesh diçka për pleqëri. Këtu, ja, siguracionet janë rrit, ka shku 100 sa mijë lekë. E sa janë pensionet? A kupton? Nuk rakordojnë këtu. Si më thon, investimi për të ardhme edhe çfarë të thënë mbrapa. Ne tregtarët kemi të bëjmë direkt me konsumatorin. A kupton, jemi zinxhiri i fundit i biznesit. Se jemi direkt. Edhe ne vujmë më shumë, ne marrim malli tani njerëzit duan gjëra të mira janë shtrenjtë. Nëse kanë fuqinë vlerëse për ta marrë, edhe kjo ngec puna. Kush janë ditët që ka më shumë shitje? Po kuptohet se fundjava është një çik më mirë, po. Këtu është qiraja e përditshme, nuk është treg, tipik treg, është shndru si dyqane. Jo treg, tregu funksionon një ditë ose 2 ditë në javë, atëherë mund të thush treg. Këtu qiraja 1 milion lekë për shembull, vjetra, qira mujore, është shumë. Sepse ditë javë shikoj, filmoj ato korridori. Shumica janë ecin, dalin për test, tu se këtu nuk ka makina edhe hajde se po bëjmë një xhiro ka tregu. Edhe vinë nasarën ka nervat nesh. Po. Sa orë rrini këtu? Po, rrimë nga ora 6 e mjesit që fillojmë duke hapa bashkë, shkon 4 deri duke e mbyll. Ti je vetëm, je me familjen, ke punëtor? Jo, ku përballohet punëtori vetëm. Fund javë ndihmon çuni që është pushim ke shkolla. Edhe kaq verës po më ndihmon i çik. Kaq. Së përballohet punëtori se tani s'ka më vjen punëtor me 200-300 mijë lekë më. Siguracione gjona, është ka 1 milion lekë për punëtorin. 1 milion qeraja ku, si të dalin këta 1 milion me kaq klientel që kemi ne. Nuk del. Ti shet me sa shoh rroba? Rroba, po. Çfarë çmimesh variojnë? Po,
Thuje nga 1.000 lek, deri në gjanë kështu që pak më mirë firma ato, Po. 10.000 lek vjetra. Deri aty është maksimumi. Edhe 500 lek shesim ne. Po vipa, vin këtu njerëz të njohur? Po vinë me syze me kapela, bëjnë sigur maskohen kështu, sigur po. Dhe pastaj nuk e Pastaj thonë. thonë mi ka sjell daja nga Londra këta. Po. Në fakt mirë i pjesë, unë jam daja nga Londra i sjellon. Beja drejto për shko aty në. Bëni ulje kështu, kërkojnë ulje. Ato më keq. Pse? Ato janë ma manjak në ulje. Po thonë jem të shku ke kapi dhe tani do i marrim shumë me 1.000 lek. Falas. Kne i duan firma, kene Moncler në kështu gjona që bëjnë ka $500. Po. Më përpara ke punuar sërish me tregti apo jo? Spital. Në spital? Po, këpisa. Në çfarë bëj atje? Sanitar pas ruse. Si janë fitimet më të mira atje në rrogën e shtëpit apo Në rrogën në punë qara Po pse ndrodhe erdhe në tregti? Po do në pension. Si janë shitjet? Për i brak, pa lek i mik dje. S'kishte asnjë shitje? Jo, as shtu ndil. Që me zi presim që shtu ndil. S'ka punë, s'ka njerëzit lek më. Unë do t'a lej. Do ta lësh fare tregti? Ka i buke kryp pa mirë, të nuk kom stres. Jo bona, jo zbona. Po mallin nga e merrni? Po, ku të gjë marim? Për shumë sjell ti, marrë vesh që vje ti, vike ty, i marim pa lekë në dorë. Bëjmë lekët, ja të sojmë avash, i 200, 100 s'ka pa pare, ja, me mjes merë dhe borë ujë. Po. I këtë asë s'kom punu fare. Kështu. Unë kam 10 vite që punoj të tregu. Kemi qenë të pallatet, pastaj na kalum këtu. Ka qenë diçka, domethënë ndej, tashi shumë ka rënje. Domethënë puna është shumë rënje, çdo vite më poshtë. Ti shet rroba, ku e merr mallin? Është shumë i shtrenjtë? Malli është, më thënë drejtën, por së kur vjen cilësia, malli është i çik i dobët. Dhe si është në raport me shitje? Në raport, çfarë thamon, gjys për gjys është. Edhe më poshtë. Mall marrim shumë, blerja ka shumë pak, edhe zhgënjehemi nganjëherë. Po vin kështu njerëz të njohur këtu që të blejnë, për shembull të famshëm vipa, vinë të blejnë këtu tek rrobat e përdorura? Edhe kam parë, po pak në terren. Ka edhe njerëz që vinë të. Ty të ka rastisur për shembull të blejnë? Kanë qenë dhe që janë të grave, ka pas 2-3 vete që ka. Kërkojnë kështu ulje, domethënë apo? Jo, nuk janë fare, thëmë drejtën. Vetëm blejnë? Shumë të rregull, thëmë realisht. Kush është çmimi maksimal? Unë marrë deri të 8 edhe të 9.000 lek kilen. Kam marrë, seriozisht. Ka, kërkojnë edhe për punë, edhe për kështu. Po. Para se të nisje me tregtin këtu që më the, çfarë profesioni ke patur, çfarë ke bërë? Unë më përpara kam punuar, domethënë, më shumë herë jam marrë me arritjen e kalamajve, pastaj punë të tjera kështu të pjesshme. Dvogla. Pasticërie kështu me shkputje, po. Dhe kur e krahason, si është më mirë të punosh për shembull në pasticëri apo të dalësh këtu në treg dhe të Me punën që ka tash, ka i rënje totalisht, them realisht. Vetëm është një punë që të kërkon përgjegjësi orare të ndryshme, e ke vetë në dorë, e hap e mbyll, kjo është pjesa. Kemi domethënë që sa herë që do vish më vonë, do ikësh më herët, kjo është që ne na ndihmon. Por puna ka rënje shumë realisht. Po me shitësit këtu ka konkurrencë, si shkoni domethënë është Shumë mirë, domethënë tash konkurenca është si secili për vetë, por ka riskun e vet gjithë secili. Si quhesh ti? Unë qumë Skëndere. Sa vite ke shret këtu? Unë kam ma shumë se 25 vjetë. Që vazhdon me tregti. Po, me tregti. Si të lindi ideja që të merreshe me tregti? Unë kom para se me hik jam marrë me tregti. Dhe the që do vazhdoj të njëjtën. Po. Malli që shet, shoh që është i përzier. Ku shetsen më shumë?
Po, faktikisht me të thënë të drejtën nga që ka ra puna shumë, edhe njerëzit edhe kanë ikë jashtë, edhe është një qikë pa punësi, edhe tashi është dashtë edhe mallit sikur t'i bajmë një mix. Po, edhe kam fut shumë mallë, kam fut edhe mall të përzirë. Si do t'jetë puna ta kompensojmë veten, mos të dalim pa zero, pa gjatë. Edhe I kam fut shumë gjana kështu. Ku shecën më shumë? Po të thujshë shumë e pakis nga të gjitha, se tash edhe këpuca, edhe atletja, edhe këto sporti, këto gjana si shumë, edhe këtë rinia pak a shumë është bën si tonë anglisht lazy. Po, edhe pak po merren më shumë aktivitete, më shumë po I mbulon edhe interneti, po rrin më shumë telefona, nuk po merrem aktivitete fizike, me aktivitete. Edhe detyrimisht nuk I ble. Detyrimisht atëre nuk ka blesa, por jo mundua bëj sa më shumë artikuj. Edhe kam futur edhe këto lodrat për kalamaj, vjet në kalamaj, me dikush 500 lekë, dikush 1000 lekë, edhe sa më justifikuar ditën. Nuk ka ra puna shumë. Ka ditë që ikën me zero? Ka ditë si ikëm edhe me zero. Ka ditë edhe si justifikojmë edhe ditë që kemi shku me zero, kemi mbulua, por me të thënë drejtën është shumë është varfëri. Me ke menduar ndonjëherë që ta lësh se ti the kam 25 vite. Ti shkëputesh nga tregtia. Po. Ja jam shkput. E di pse u riktheja vetëm nga familja. Isha I kambej, edhe u riktheja pa se kisha këtu familjen, edhe nuk mund basha shkputje, se fëmijët ishin në shkollë dhe kisha edhe papën e nanën, se sikur kisha qenë edhe një herë beqar, shansës ka pas me pa ma këtë pam. Pa ta më shpjetë, sepse nuk jam me të thënë drejt nuk jam I kënaqur. Edhe në qoftë unë për veten tem jam krenar, jam I punësuar unë, pak shumë. Por të jesh I punësuar dikun tjetër, krenar shqiptar, unë për veten tem ju rrej. Janë shumë arrogant edhe të papërgjegjshëm dhe nuk kanë respekt për punëtorin. Janë të rrallë, nuk them, janë të rrallë si din rregullat, din respektin ndaj punëtorit. Ti ke marrë ndonjëherë punëtor këtu apo ke? Ja, për veti, ja, ju kam punësuar vetë punësuar. Ja, nuk kam marrë punëtor. Si është dita këtu? Domethënë çfarë ore vjen ti? Unë vim zakonisht nga ora 7:30. Dhe kur e mbyll? Edhe mbyllim nga ora 3. Ka ndo pak konkurrencë? Ka konkurrencë, por kush është njeri si është I rregullt edhe domethënë shikon punën e vet, nuk më intereson se ai futi njëjtin mall si unë. Nuk më intereson, unë shikoj punën tim, shikoj veprimtarin tim, biznesin tim, nuk më intereson se ai futi ato mallin tonë. Mirë nuk është, por ja. Ke patur ti ndonjë konflikt për shembull, që ka futur ti njëjtin mall si ti? Ndoshta ka pas ai konflikt me mua, por nuk pas konflikt me ta. Nuk ke konfliktuar Ja, jam si thonë ta, jam larg paps. Po. Normal, nuk I shikoj atë. Po ndonjë kujtim që ti mund ta veçoje gjatë gjithë këtyre viteve tregti, domethënë, të ka ardhur për shembull ndonjë I famshëm që ta bler, ka kërkuar ulje, vin kështu? Ka vin huaj plot. Vin italian, vin amerikan, vin suedez, vin gjerman, vin huaj plot sa dush, edhe ta them me sinqeritet shpirtit, se ja u kumlan ma lirë të huajve, ma lirë se sa shqiptarëve. Po pse? Po t'jën lapin nga çmimi, pse? Vetëm për me I tërheq, si këta të gjejnë, domethënë, të gjejnë bujarin të shqiptari, të gjejnë domethënë I farë çmimi të arsyeshëm, jo me thonë jemi të huaj edhe na futin çmim. Po shikojmë sepse po abuzojnë shumë këto bujtina e restorante. Po ju abuzoni këtu? Kush është çmimi më I lartë? Ja fare, nuk abuzojmë. Kush është çmimi I lartë që mund të ble këtu? Shkojnë deri 25.000 lekë për shembull, deri 25.000 lekë. Sa një palë këpuca, po bjen lafi këpuca tamam, këpuca si mund të bajnë 120.000 në 60.000 lekë, këpuca origjinale, po. Domethënë këtu ka dhe marka, po thua. Po, ka marka. Janë të interesuar populli shqiptar për markat? Po, janë të interesuar nga ekonomia, sepse kur është ekonomia e ullt, atëherë ata anojnë të këto malli për durën, sepse e dinë se ka rënë më shumë, ka rezistencë.
mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.